Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8. Student shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria kanë protestuar në Shkup kundër mosrealizimit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Protesta u organizua si reagim ndaj mbajtjes së provimit vetëm në gjuhën maqedonase, ndonse gjuha shqipe ka status zyrtar në Maqedoninë e Veriut. Tubimi u mbajt në motën bashkohuni me studentët të gjithë një. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të mbajë sot mbledhjen e radhës. Antarët e KQZ-s do të shqyrtojnë dhe miratojnë dizajnin dhe përmbajtjen e fletë votimit dhe broshurës informuese për zgjedhjet e datës 7 qershor. Ndërkohë, KQZ ka aprovuar rreth 110.000 aplikime të qytetarëve për regjistrim si votues jashtë Kosovës në zgjedhjet e parakohshme të datës 7 qershor. Nga KQZ është bërë ditur se procesi i votimit për diasporën do të nisë me datën 25 maj dhe do të përfundojë me datën 6 qershor, ndërsa votimi fizik në ambasada dhe konsulata do të organizohet me datën 6 qershor. Serbia po vazhdon presionin ndaj serbëve në Kosovë, ka deklaruar kështu kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë Nenad Drashić. Në një prononcim për RTK-n, ai ka bërë thirrje prokurorisë së shtetit të hetojë rastet e dhunës dhe shantazhit që sipas tij lista serbe ushtron ndaj qytetarëve serb të Kosovës. Ndërkaq juristët potensojnë se ndikimi në përcaktimin e lirë të votuesve përbën vepër penale. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka marrë vendim për shpalljen e konkursit për kryeprokurorin e shtetit. Vendimi u miratua me 5 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim, ndërsa konkursi do të jetë i hapur 15 ditë. Shpallja e konkursit është përshëndetur edhe nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, e cila ka kërkuar një proces transparent, të paanshëm dhe të bazuar në merit. Bordi i Radio-Televizionit të Kosovës ka shprehur shqetësim për ndikimin që mund të ketë në funksionimin e transmetuesit publik tërheqja e 950.000 eurove nga një përmbarues privat. Në komunikatën për medje, theksohet se bordi së bashku me menaxhmentin e RTK-s do t'i ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për gjetjen e modaliteteve për mbrojtjen e interesit të RTK-s. Njëkohësisht theksohet se bordi do të kërkojë mbështetje dhe koordinim me institucionet kompetente për tejkalimin e kësaj situate dhe garantimin e funksionimit të qëndrueshëm të transmetuesit publik. Ndërkohë, sindikatat e RTK-s kanë zhvilluar takim me ushtruesen e detyrës së drejtoreshës Zana Spahiu dhe me drejtuesit e bordit të transmetuesit publik Dardan Beqiri dhe Gjeraldina Cërnobregu, nga të cilët kërkuan që urgjentisht të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme institucionale dhe ligjore për të garantuar stabilitetin financiar të RTK-s dhe mbi të gjitha të mos lejohet në asnjë rrethan rrezikimi i pagave të punëtorëve. Ministria e Digitalizimit ka lansuar platformën e re për trajnime në siguri kibernetike për shërbyesit civil, në kohën kur po rritën shërbimet dhe rreziqet digjitale. Projekti mbështetet nga Luksemburgu dhe synon forcimin e kapaciteteve të institucioneve publike, si dhe mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicionin e orës 9. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.